jetë ndonjëherë kjo vëmendje apo do të vazhdojë e njëjta histori? Jetojmë një kohë shumë të keqe për të kërkuar kaq shumë nga Bashkimi Evropian, mendoj. Edhe më parë kur Shtetet Bashkuara nuk kërcënoheshin nga një ndarje kaq e madhe idesh, kur në krye të Shtetet Bashkuara nuk ishte një president i cili nuk i vë përpara drejtat e njeriut dhe demokracinë, përpara marrëdhënieve të ta udhëheqin marrëdhënie në vende të ndryshme. Përsëri ne kishim një zgjedhje të stabilokracisë edhe nga Washingtoni dhe nga Brukseli. Zonja Merkel për shembull kishte një situatë shumë komode ndërkombëtare, mund të mos i zgjidhte Vučićin dhe Ramën si bashkëpunëtorët e saj në rajon, dhe mos e atë pushtet që ata e morën edhe bekimin e saj në marrëdhëniet e brendshme. Për të pasur pastaj një marrëdhënie të jashtme në dukje paqësore dhe për të ndërtuar pastaj një Ballkan të hapur apo ideja të iluzione të tjera të cilat nuk e ndihmuan demokracinë në rajon. Dhe nuk e çuan dot përpara Ballkanin pavarësisht asaj insistimit të tyre dhe bekimit që u dhanë nga ndërkombëtarët. Dhe vetvetiu kjo nuk mund ta çojë mungesa e demokracisë përpara rajonin, sepse në përfundim degeneron në një grup interesash qeverisja, degeneron në përfaqësimin e interesave personale të liderit dhe pastaj kjo i përjashton qytetarët, përjashton të gjithë grupet e interesit nga zhvillimi dhe nga qeverisja. Si e di me lëvendin më e çovën shumë më mbrapa, por pasi ka krijuar një iluzion demokratik dhe iluzion zhvillimi. Në këtë situatë jemi sotme. Sot kur pasi Bashkimi Evropian në Merkelin dhe Shtetet Bashkuara në Obamën, Trumpin dhe pastaj Bidenin investuan tek dy lider kryesisht rajonal, Vučić dhe Rama, që të krijonin një paqe artificiale, po them, në rajon, dhe pastaj me autoritetin e tyre ata të impanoheshin edhe të tjerëve, si Kosovës, si Dodikut në Republika Srpska e të tjerëve, dhe të krijonin një komunitet ballkanik perëndimor që do të udhëhiqej nga paqja dhe nga zhvillimi ekonomik. Ne shohim sot që gjithë kjo ka dështuar, vetëm s'ka paqe, por nuk ka zhvillim ekonomik. Ne sot e shohim që palët janë ndarë më shumë se kurrë dhe rajoni kërcënohet nga separatizmi shumë më tepër se sa përpara kësaj nisme që ata patën. Prandaj mendoj që Bashkimi Evropian ka një bilanc dështimi në këtë sjellje dhe megjithatë po e vazhdon sepse kushtet për të korrigjuar tani janë shumë më të vështira se sa s'kan qenë më parë, duke pas parasysh se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë më parimin e demokracisë dhe drejtave të njeriut, siç e thash në krye të rrugës së saj. Nuk mund të ju kujtoj për shembull që zoti Trump para disa ditësh quajti një burr shteti të mirë Erdoganin, apo vetëm pasi arrestoi Imamoglu'n. Që koha tani është që Bashkimi Evropian të mbrojë veten me të gjitha mënyrat, duke mos garantuar as brenda vetes një hapësirë të plot demokratike, dhe ne dim shumë mirë që ka vende brenda Bashkimit Evropian që nuk e garantojnë demokracinë, dhe aq më tepër jashtë vetes pastaj, kur më shumë kërkojnë për një perimetër sigurie se sa një perimetër demokracie. Në këtë perimetër sigurie, sigurisht duke mbajtur Vučićin, Ramën, të cilët janë të fortë përballë opozitave që janë pak përçara ose shumë përçara siç janë në Serbi, opozita të dobta që ndoshta nuk garantojnë një qeverisje me dorë të fortë, me dorë të hekur që të marrë vendime të shpejta. Për ata është shumë më komode. Ja shikoni për shembull marrëveshjen me Italinë. Për këtë do të ishte Meloni në Shqipëri, për një qeverisje me Ramën, ku ajo ta ndroi marrëveshjen e ekstradimit të gjatë sa herë të dojë dhe askush mos kërkoi llogari, apo në një qeveri të përbërë nga një koalicion ku do të ishte shumë e vështirë për të ribërë marrëveshja ose për të diskutuar marrëveshja, nëse ajo do të kalonte nga përdorimi i gjatë për një afat 3 muaj për emigrantët të cilët ishin në shqyrtim, tek kthimi atyre emigrantëve të përdorim për emigrantët e kthyer të refuzuar që do të prishin të ktheheshin atë. Dhe tani, siç e morën vesh, po bën një marrëveshje me Suedin që të vinë dhe ca nga Suedia që kthehen, që u mohohet azilin në Suedi. Pra të bëhet Shqipëria një qendër, një nukël
europiane e mbetjeve të azilantëve. Gjuna, më vjen keq për azilantët që po i quaj kështu, por kjo është mënyra se si po trajtohen ata nga BE-ja. Dhe si Shqipëria po ofrohet për ta bërë këtë pa pyetur askënd dhe pa njoftuar askënd. Ne sot akoma nuk e dim çfarë po bëhet dhe pse po bëhet. Dhe sigurisht që Meloni do të donte një qeverisje të tillë, me dorë të hekur, të një kryeminist autoritar që mos kishte asnjë shans që ta anulloj kjo marrëveshje, për sa kohë kryeministri ishte gati për të vazhduar me të. Po, ne na zon pak këto epokat e historisë. Pra, duhet të them që kjo është pak më shumë se sa është e para është vonesë dhe dyta është jashtë interesave të Bashkimit Evropian. Interesat tona janë ta ndojmë vetë këtë gjë. Sigurisht që vizita e Sotit Berisha është një lloj tërheqje vëmendje për të kërkuar nga PPE-ja të paktën më shumë vëmendje në Bashkimin Evropian. Por kjo është në kuadrin e politikës, pra në kuadrin e grupimeve politike, jo në kuadrin e vendimmarrjes, pra të qeverive. Po, është një hap se deri dje as nuk shkonte njëri të fliste. Sigurisht, është një hap shumë mirë. Premtimi që mori për vëzhgim të plotë dhe të gjerë të zgjedhjeve është një premtim që jep një lloj garancie që nuk do të bëhet e njëjta katastrofë, një kasapan që u bën në 2021, pa duke nënë heshtjen e Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuara, por do të kemi parasysh që ata që kanë vendimmarrjen në dorë, ata e shohin pak ndryshe situatën dhe nuk besoj se do të kenë të sjellje kaq të hapur sa ka një parti politike ose një grupim forcash politike. Sa në fakt i garanton kjo, jo për të menduar më shumë se Europa ne për sigurinë e kontinentit evropian, po mbështetja e këtyre lloj njerëzve që krijojnë stabilitet. Sa stabilitet krijon në fakt për një periudhë afat shkurtër apo afat mesme për Europën? Do sillja një shembull të pak më në jug. Në poshtë Saharas është ai që quhet brezi i Sahelit, që janë vendet nën Sahara, siç janë Mali, Burkina Faso, Çadi, Afrika Qendrore e të tjera, që kanë qenë nën mbikëqyrjen e Francës, le të themi, e cila ka mbështetur qeveritë e atjeshme duke luftuar dhe ata që quheshin terroristët islamik. Në ato vende, në mënyrë zinxhir në vitet e fundit, ndodhen revolta, grushte shteti, u rrëzuan qeveritë e reja që kanë ardhur, u thanë me njërë francezëve t'i largojnë gjitha bazat e tyre ushtarake dhe interesat e tyre ekonomike natyrisht, dhe ftuan grupet mercenare ruse për t'ua ruajtur sigurinë. Franca këtu duke dashur të vendosë stabilokracinë përpara demokracisë, të drejtave e të tjera, humbi edhe stabilitetin, humbi krejtësisht atë zonë, që është tani në dorë të rusëve. Dhe zona vetë ka humbur dhe ka ndarje të